Sali Berisha mori në dorë fletëthirrjen për të paraqitur në prokurorinë e posaçme për çështjen e 21 janarit këtë të premte për të dhënë qëndrimet e tij në cilësinë e ish-kryeministrit për ngjarjet e vitit 2011, ku 4 persona u vranë në bulevard gjatë një demonstrate të thirrur nga Partia Socialiste në atë kohë në opozit. SPAK përmes një njoftimi zyrtar tha se Berisha firmosi marrjen e dieni ndërsa zbatoi masën e detyrim paraqitje për çështjen Partizani. Ndërsa Kryedemokrati në komunikim me gazetarët nënkuptoi për një njoftim të tretë nga SPAK për të dhënë deklarime për 21 janarin. Ajoj turpet, skenarin e turpshëm të ftesës sime në skap për të pyetur si njëri që ka dieni për ngjarjet e 21 janarit. Në vazhdimsi Berisha shprehur se është i hapur për drejtësinë, por të premten e kaluar nuk u paraqit në prokurorinë e posaçme, me argumentin se nuk ishte njoftuar zyrtarisht, qëndrim që e mbrojtje dhe paraderës së SPAK. Ajoj turpet, skenarin e turpshëm të ftesës sime në skap për të pyetur si njëri që ka dieni për ngjarjet e 21 janarit. Duke u kthyer pas në kohë, ai tha se e ka konsideruar 21 janarin vrasje shtetërore para se këtë ta bënte gjykata e Strasburgut, një vendim i të cilës detyroi rihapjen e hetimit në prokurorinë e posaçme. Mos e ka thënë Sali Berisha i pari para Strasburgut këtë? Ish-kryeministri demokrat kishte një përgjigje dhe për debatin e vjetër të serverave të kryeministrisë. Nuk ka patur si kryeministri asnjë lloj serveri për vëzhgimin. Në qoftë se Garda ka patur serverin aty, punë tjetër. Nga selia e Partisë Demokratike, Berisha vijoi akuzat ndaj socialistëve, ndërsa shtoi se SPAK ka frikë nga dëshmia e tij. Ajo ishte protesta më e dhullshme në historinë e vendit. Në emër të mazhorancës socialiste reagoi Tauland Balla. Proteston kur të thirr ty drejtësia dhe kërkon protesta kundër atij që e ka thirrë drejtësia. Por megjithas, Berisha nuk do të paraqitet në SPAK as këtë të premte, pasi përmes avokatit Genc Gjokutaj, Kryedemokrati ka kërkuar shtyrjen e marrjes në pyetje në një datë tjetër, me argumentin se në ditën e përcaktuar nga prokuroria e posaçme nuk do të jetë në Shqipëri. Në vijim pritet nëse SPAK do të miratojë kërkesën e Berishës dhe do t'i përcaktojë një datë tjetër kur ish-kryeministri mund të paraqitet për çështjen e 21 janarit.